A e ke vënë ndonjëherë që sapo dikush të lavdëron gjërat fillojnë të shkojnë keq? Në kulturën shqiptare kjo quhet mësysh. Dhe shumë njerëz thonë, jo gjithmonë është rastësi. Mësyshi besohet të jetë një energji negative që del nga sytë e dikujt kur të shikon me zili, lakmi ose edhe admirim të tepruar. Shqiptarët gjithmonë kanë besuar se sytë hedhin energji, dhe kur ajo energji është e fortë mund të lodhë, t'i prish punët, madje edhe të sëmurë. Sipas traditës, shenjat e mësyshit janë: lodhje e menjëhershme, dhimbje koke pa arsye, sy që rëndohen, të ngecin punë, fëmijët qenë pa pushim. Të vjetrit thoshin, nuk është sëmundje, është sy i keq. Por si mbrohesh? Shqiptarët kanë disa metoda shumë të vjetra. Syri i kaltër vendoset në qafë, në makinë ose në shtëpi. Thuhet se thyen energjinë negative. Hudhra, sidomos për fëmijët, besohet se largon të keqen. Kripa ose uji i vakët, rituale që shpërndajnë energjinë e keqe. Të heqësh mësyshin, lutje dhe formula të vjetra, të trashëguara brez pas brezi. A është e vërtet? Disa e shpjegojnë me psikologji, energjia negative dhe zilia ndikojnë tek njeriu. Të tjerë e shohin si pjesë të traditës. Por një gjë është e sigurt. Mësyshi është një nga besimet më të forta, më misterioze dhe më të gjalla në kulturën shqiptare edhe sot. Dhe ndoshta, nëse ke pasur një ditë ku gjithçka të ka shkuar keq, nuk të duhet mjek, por dikush që të thotë, e pas ke marrë syrin e keq.